Ushtria e elefantëve sipas Kuranit. Ushtria e elefantëve në Kuran i referohet një ngjarje shumë të njohur që përmendet në surën El Fil. Çfarë ndodhi? Ngjarja lidhet me një sundimtar jemenas, Abraha, i cili marshoi drejt Qabes në drejtim të Mekës për ta shkatruar atë. Ai kishte një ushtri të madhe, fshirë elefant, çka shumë e pazakontë për arabët e asaj kohe. Por sipas Kuranit, Allahu ndaloi. Dërgoi zogj, Babil, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, arsala alayhim tayran ababil, armihim bi hijaratin min sijil, faj'alahum ka'asfin ma'kul. Pra kështu e përshkruan Kurani. Dërgoi Allahu pra Babilët, ata hodhën gur të vegjël mbi ushtrinë e elefantëve. Ushtria u shkatrua plotësisht. Simbolika e ushtrisë së elefantëve. Fuqia e Allahut mbi çdo forcë. Dhe një ushtri e madhe dhe e fuqishme bie përballë vullnetit hyjnor. Elefantët simbolizojnë fuqinë materiale, por ajo nuk mjafton pa drejtësi. Allahu e mbron vendin e bekuar, Qaben. Mbrojtja e vendeve të bekuara. Ngjarja tregon se Qabja është në mbrojtjen e Allahut, edhe kur njerëzit janë të pafuqishëm. Ushtrimi i arrogancës. Abraha përfaqëson krenarinë dhe mendjemallësinë, një paralajmërim për çdo pushtet që sfidon të vërtetën. Ndihma hyjnore vjen nga mënyra të papritura. Zogj të vegjël kundër një ushtrie të madhe, një simbol që ndihma e Allahut nuk varet nga madhësia, por logjika njerëzore. Kjo ngjarje na dokumenton se Allahu ka fuqi madhështore edhe me zogj të vegjël poshtë pra ushtrit e mëdha që ishin pra elefant. Lexojmë së bashku surën Fil. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me poseduesit e elefantit? Nuk ua bëri përpjekjen e tyre të dështuar dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tufë, tajren e Babil. Dhe i gjunin ata me gur nga balta e gurzuar dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar i përtypur. Mesazhi për sot. Kjo histori është një kujtesë. Mos u mbështet vetëm në forcën materiale. Besimi dhe drejtësia janë mbi çdo fuqi. Allahu mbron atë që është e drejtë.